Javën e ardhshme qeveria e Maqedonisë do të ulet në negociatat me Bashkimin Evropian për të përcaktuar rregullat se si strategjia evropiane do të funksionojë për transportuesit që të kryejnë pa pengesa punët e tyre. Zgjidhja ashtu quajtur strategji evropiane u dha dje pas disa ditëve bllokadash në kufin drejt vendeve të zonës Schengen. Deri tani, nuk janë vlerësuar ende sa dëme do të shkaktojnë këto bllokada, por njëkohësisht kjo mund të ndikojë ndjeshëm edhe në ekonomitë e vendeve anëtare të Unionit. Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se është mirë që pati një reagim nga të gjithë transportuesit në rajon, por shpjegon se problemet ende nuk janë ndikaluar plotësisht, pasi mbetet e hapur çështja e përcaktimit të kuotave për qelik. Važno je дека prepoznajem проблемот, važno je дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Така да проблеми има континуирано, проблемите се тука и ќе се решаваат. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека отприлика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Strategjia e re për viza nga Komisioni Evropian kupton se shoferët e kamionëve do të konsiderohen si kategori profesionale e punëtorëve. Nga shoqata, Makam Trans njoftuan se paralajmërimet për viza për transportuesit zgjidhin problemin dhe informuan se bllokada do të ndërpritet. Komisioni Evropian ka marrë vendim për të miratuar një strategji të re për viza që do të thotë zgjidhje e problemit me cilin u përballen shoferët profesionistë për qëndrimin 90 në 180 ditë. Duke qenë se është marrë konfirmim që prisnin për ndryshime, ju informojmë se protesta organizuar nga shoqata Makam Trans në pikat kufitare do të ndërpritet. Edhe transportuesit serb njoftuan se sot ndërpresin bllokadat dhe një vendim i tillë siç raporton gazeta Blitz Business u mor pas një takimi të përbashkët të shoferëve të Serbisë me kolegët e tyre nga Bosnia dhe Hercegovina.